Qeverisja jonë në këto gati 5 vjet për çdo vit ja ka shtuar ekonomisë Kosovës nga 1 miliard. Ekonominë e gjetëm 7 miliard në vitin 2021, sot që po flasim bruto produkti vendor është 11 miliard, e vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard, do të thotë që për çdo vit ekonomisë ja shtojmë nga 1 miliard. E të dashur qytetar, ata para nesh u duhej 3 vjet për 1 miliard t'ja shtojnë ekonominë Kosovës. Kjo do të thotë që kur jemi të rritja ekonomike, ne jemi 3 fish më të shpejt se ata. Kjo do të thotë që kur jemi të rritja ekonomike, edhe nëse e kanë pasur drejtimin dhe kohjen e duhur, ata e kanë lënë shtetin se veturën të parën. E kanë lodhë veturën të e mojtë veç në parën. A na jena 3 fish më të shpejt se ata. Na jena në tretën. E në vitin e ardhshëm, në mbledhjen e parë të qeverisë, si kryeministër i juaj në mandatin e tretë, do të nënshkruaj vendimin për buxhetin për vitin 2026, 4 miliard apo 2/3 më shumë se sa para 5 vjet. Dhe jo vetëm kaq, do të nënshkruaj edhe vendimin për ligjin e ri për çmime tavan, të cilin para më shumë se 2 vjetëve gjykata kushtetuese na e rrëzoi. Duhet ta rikthejmë tavanin për çmimet e produkteve bazë, të gjësendeve elementare ushqimore, ashtu që shporta e konsumatorëve Prizrenas dhe në Kosovë anën ban të jetë e përballueshme. Vendimi i tretë do të jetë ai që mundëson që veteranët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, tash që procesi gjyqësor lidhur me listat e fryra të veteranëve po përmbyllet, të mos detyrohen të zgjedhin a duan punësim apo beneficion. Me ne do t'i kenë me fillimin e vitit të ardhshëm edhe beneficionin edhe punësimin. Vendimi i katërt në mandatin e tretë, në mbledhjen e parë qeverisë juaj, me mua kryeministër, do t'jetë paga e 13 në sektorin publik për të gjithë shërbyesit publik, që nis me buxhetin e vitit 2026 dhe e dini çfarë? Kjo pagë 13 nuk jipet në fund të vitit, por në fillim të vitit. Vendimi i 5 i mbledhjes parë do të jetë ai për një pako prej 200 milion euro për përballje me inflacionin dhe me vështirësitë materiale financiare për fëmijët që marrin shtesa, për studentët tonë, për punëtorët në sektorin privat dhe për pensionistët, e gjithashtu do ta kemi edhe rikthimin e skemës e cila shpërblen ata që kursejnë energji. I kemi edhe 4 sisteme antitank. 2 turke, 1 gjermane dhe 1 amerikane. Turke janë Omtash edhe Har 66, amerikane Javelin edhe gjermane Panzerfaust 3. 4 lloj të sistemeve antitank. Kur ne i blem 10 kamiona multifunksional për Gjermanisë Rheinmetallit, e na i dhanë edhe 5 të tjera donacion, një qytetar më kritikoi, tha, për ushtri do të me pas tenka. Të nderuar pjesëmarrës, tenkat kanë munguar në luftën e parë botërore, kanë tepruar në luftën e dytë botërore. Në shekullin 21 tenku nuk është mos zgjidhja. Unë e di që Serbia ka jo pak tenka, po veç sa shpenzon për me i mirëmbajt ata, se me sistemet tone antitank s'kan çaj vynë.